nuk ka koncert në botë, dhe s'ka pasur dhe nuk është do ketë ndonjëherë që mund të kushtoj një koncert 80 milion euro. Mund të flasim për ture artistësh të huaj të cilët kanë kohë sponsorueshme dhe mund të kushtojnë 50 milion euro, nëse bëjnë 10-15 koncerte të ndryshme, por nuk ka koncert në botë, do të fiksojnë këtë gjë, që të kushtoj 50 milion euro. Para, është shumë rëndësishme, është çështje shumë kulture që ta kuptoni. E dyta, koncerti në vetvete kushton 10 milion euro, plus disa 10 milion plus, ku aty është përfshirë pagesa e artistit, edhe produksioni, pra gjithë çfarë ndërtohet aty, infrastruktura, hoteleria, avioni, çdo gjë që është pak a shumë në këtë buxhet, që është i lartë pa diskutim se është jo thjesht për Shqipërinë, po për kudo në botë është një kosto e konsiderueshme. Financon, do të thënë, në këtë punë, në këtë industri, ai që konsiderohet promotor i një projekti është personi ose sa kompania e cila financon projektin. Dhe promotori i koncertit këtu është kompania gjermane Street Life International, dhe janë ata të cilët erdhën edhe shprehën interesin që duan të sjellin Kanye West në Shqipëri, dhe janë pjesë e turit të tij edhe, pra nuk është se ishin vetëm për Shqipëri, ishin edhe për në vende të tjera, për në Gjermani, Poloni, Rumani, nëse s'gaboj, edhe një më tjetër s'më kujtohet, edhe Çeki, nëse nuk gaboj, pra ishin pjesë e diskutimeve me ta për të bërë 5-6 koncerte në Europë, jo thjesht në Shqipëri.